Im lonë kërka, se në konë edhe fëmijët e vllavët në atë kohë të vogël. A i keni vizituar ndonjëherë shokët e vllavët tuaj në burg? Jo, nuk shkojnë atë. Nuk shkon? Pse nuk shkon? Nuk shkojnë, e kam edhe një djalë tezës aty, e kam atë Heru Shabdien, është i burgosën aty. Nuk e di si besoj ati shteti. Pra, e ke drojën se mund të... Si besoj ati shteti. Pra, s'ke qenë asë njënë Maqedoni nga rasti i Kumanovës? Asë njëherë një jetë si më konë. Asë para rastit, asë masë. Është folur shpesh edhe për trajtimin njerëzor brenda burgut të burgut. Unë e kam djalin e tezës aty, edhe më ka tregu që 3 ditë e 3 natë i kanë majtë lidhën me stega. Të i din shka me stega, kush e ka përjetu e din që 3 sahat është tepër se të hinë në mish, e i kanë i kanë maltretu me të sevat hekrit, me droj, i kanë bo, dhe me thonë, kanë shtru dhumë që si që së mund është me marë me manë, ju kanë thy dhomët, a i djali tezës ja kanë prish veshin. Ja kanë bë veshin? Ja kanë prish veshin, ja kanë prish tëmpanin. Kanë bo kreme ta. Më ka thonë, ma shumë kisha pas qef më koni dekën si mi përjetu ato ditë. A keni komunikim me të ndonjëherë? Foli, me ta, me krejtë. Shok i kena pas, që ata i kena pas shok e gjithë shka. Disa për tyre kanë lënë familje këto? Po. Disa mbas edhe jo? Po, deshta me ta të regu edhe një rast, kër ishim në Gjelan atë familjen aty, ishte ardhe dhe një djallë dhe keme shku me ta në mosh djallit Gjafës, diko 19 vjeqarë. O ishke i hasretit. Nuk e morën ata, edhe po thot Gjafa, ditë ma mirë, tha ti krymë punë, ku i kena lonë në gjysë se mi u lonë gjeneratave tjera. E nuk e morën në djallë. Nuk e morën në 19 vjeqarë. Se ishke i hasretit. Bile kom insistu edhe një djalli komunës Gjakovës, është aty. Djalliria është i hasretit, edhe për ata kom insistu mësë me shku pos ngaj. Sa vjeqar ka qenaj? Po vjetë ka pas, ka vjetë bëllë, po ishke fëmi i hasretit edhe... është kak humbjes eventualit familjes. Po. Pra ata vazhdojnë, mbajnë burgun atje, që janë aportuar shpesh edhe për trajtime njerëzore, si që në thatë edhe ju, por sa ka qenë në fakt politika jo që ka folur për këtë, sepse ne po shohim ata shpesh janë prononcuar për media, i kanë treguar vetë këto që përna i tregoni ju. A ka lëvizje, qoftë nga politika Kosovës, apo edhe... Jo, nuk ka në lëvizje. S'ka interesim, asë njerë? S'ka interesim. Vazhdoni ju të kërkani, të paktën, unë e di ju keni pas një humbje shumë të madhe, por për shokët e vllaut tuaj, për djalin e tezës tënë. Po nuk përgjojmë edhe nej mundësi, ose nej shkas për me mujtë, me gjithë nej formë për me mujtë minimu s'kemi edhe kuj me ju drejtu. Se në rastin kur ka ndodhë, kjo që ndodhë që u vrane, u burgosën e asin, nuk e dishim sigurt kush u vra, se dishim s'kishim... Sa ko u desht deri te identifikimi? Një javë, me vërtetu. Edhe nuk në ka marrë parasysh atë shteti, as kërkush hiq këtu. Deri sa një shok i imi i Prizrenit në ka bojë termin në ambasadë amerikane. Edhe imi shku në ambasadë amerikane, une, Ylber Ndreca, edhe është një djalë i Prishtinës i vranit Turgaj Gashi, vllavi dhe motra ati, edhe 2 vllazit e Begit. E kur imi shku aty, ata, mas jemi dalë për ambasadës, më ka thirë Ministria jashtë me dhe mrençme. Kanë organizu mësa neje, ne kanë, do me thonë, kanë fillu më marë me të qishtë. Jo, keni humbur edhe një vlla tjetër? Po. Madje në ditën e ditëlindjes së tij. Po, Hamzën, është sot heroi i Kosovës. Kjo ka ndodhur në luftën e Kosovës? Në luftë, po. Në tërgo pak, sa vjeqar ka qenë? Hamza ka qenë 23 vjeqar kur u vranë luftë. Hamza ka një djalë i mirë edhe Hamza shumë. Po ta tregoj një rast, ka qenë i vogël, po shkoj keme një daj me punu me rrymë, din ka pak. E në lagje i kena pas 2 pleq.
ju kishim pas prish sigurisat e rrymës. Pra mendoj ardha ka hekën në shtëpi.